Hajdini me neve të knoqëm bashk. Po blek, Përshëndetje për krejt shikuesi dhe miq ton nga unë Dorun Tina. E nisëm ditën e fshatin Bukosh, komuna Soharekes. Me fillim po du më ju tregu se fshati e ka një sipërfaqe bukur të madhe dhe ne kemi shumë punë për të bërë sot në këtë fshat. Gjithsesi ne do mundohemi me i marrë pamjet edhe veçoritë e fshatit, për shkak se fshati e ka, siç e thash edhe në fillim, një sipërfaqe shumë të madhe. Pra këtë një javë kemi shumë punë, por që ne po mundohemi me i marrë pikat kryesore. Çka mundem me thonë me fillim, fshati po duket i bukur, po duket interesant, por përveç kësaj ajo çka mrashtë në sy është mirëmbajtja e fshatit. E ka një pastërti të dukshme, do thotë gjithandej kemi gjelbrim, rrugët janë nivel, po m'pëlqen shumë fshati me fillim. Por mbetet me u pa kjo gjatë rrugtimit tonë, mos ka ndonjë ndryshim pas po besoj. E sheni pra sa bukur duket, çdo shtëpi, çdo borë. Oj goca të vogla, pas ka ndalë me lujt. Hajde të shohim se për çka njihet fshati Bukosh. Kemi marrë shumë ftesa me ardhmë me vizitu me mision fshatin, të shohim se si kanë me na prit apo e takojmë dike. Ndoshta ndodh se takojmë kërkon heq, që aty për i drejtarës ka kanë të më këqyrë. Jeme më përshëndet. I kuptoj, e kanë fobi kamerën. E kemi kohën nxehtë, po shpresoj që kemi me ja dalë si çdo ditë edhe sot. Do shëtisim kështu për gjatë ditës së sot me fshatin Bukosh. Bukosh, se di pse po më vjen mi tha Bukurosh. I bukur valla koka, dorën zemër, rre drejt, qështën rreshtram të fol drejt, po. Jo, one, qka do që ka të mirë, nuk hezitoj, edhe gjdo herë senave të mira, gjerave në përgjithësi të mira, do të mi jep dorën, mos xhelazo valla. E pja dorën, thuj halal të koftë, shate është shumë i bukur. Pas tërti, sa që as edhe një kanoqe, apo diçka të tillë nuk po munde me po deri me tash, përveç kësaj po m'pëlqen çdo obor është i mirë mbajtur. Çka mundem me thonë kështu? Gjithsesi fshatrat po punojnë shumë. Ndoshta shumica prej neve kemi me fillu me u kthy nëpër fshatra, se jetesa më e mirë këtu po bëhet. Na u kënaqen neve na shkoj. Po bëhet ne jonte, Neve na shkoj gjysa jetës mu e ondit nëpër katune, kështu? Katon fshat, njëti bjen. Ma ka tole meca, ondi të kanë rru shërim të shpejt shikuesit, më kanë shkru shumë, jem brengos për ty, edhe a di çka më thanë? Ndroja ondit kom të bre se si shpesh përdzohet. A di çka po më vjen për çudi? Do thotë gjithë ky rrugtim që e bënëm na deri me tash, është shtru me krejt me kubza. Sa puna është bë këtu, domethënë me shtru krejt me kubza. Ju lum për bis. Fshati është ekstrem i bukur. Si gjo. Ai një lum! Cili po vjen? Ose atë vijone? A qesëm shërt? Unë më ardha? Sa isha duke ju livdu? Thash njerëzit në Soharek janë shumë punëtor. A lodhin a herë vlla? Si jeni Torontina? Ju lumt. Si jeni? Mirë, faleminderit. A një lodh? Nga pak. Jo? Si presim këtu? Është fillimi, mbetet me u po. Aha, çka s'ka? Po, çka s'ka ndeti? Ju mirë jeni? Mal pa ujë që s'ka. E vërtet. Mirë jeni? Mirë. Me punë?
Që shpojecim punë? Mirë, që në keq. Bunori një të qele? Hajde inshallah e pini për qënush, që thonë, as keni uja. Po, me mujtë për qërë punohet, bojnë bëj. Me mujtë me hapë usët, ujë ka, po. E kështu ujë sjellësën e keni? Pa që ta pishë për plakin, jo me gazda. Po. Unë jam me makina. Shofera? Po, që e pishë në plakin, të e në Hajde intervjist. përma gazda. Ma që të të zba maqina kur gjonë, vëllo. Ej, o shef, Dhe e pysin, o shef, që shkjo shefi. a se keni ujë sjellësën a? O më si e gredur, sa si jeni, a i një gjodha, a i një mirë. Qka po bënja, që shpo kalonja, qa po vynja. Që të një ujë sjallësi të të përsot. Hajde për hajrë. Faleminderit. Shumë mirë. Sa bunori jenë, a e dini për afërsisht hap me këtë në fshat? Po kanë çdo shtëpi ka. Po, këtë ka. Po dhe kanalizimin, këto ujë sjallësi ka, këtë janë ato, po i ke qelën për bashkë, që është në bishka. Ujë sjellësën a e keni? Po, A është në funksion? po, shko. Pse po japni këtu? Po, për qelën këtu për bashkë. Me posa? Me pa. A s'kon ujë mjaftueshëm? Po, dhe me vaditën me këtu, me ujë. Shumë mirë. Kush është shefi këtu? Shko, djalin e ki të që e shpija me tu aty vete, se ki qef televizorën me ditë për fshatin, po ko është kalëzën, ajo është mësosë. E ju s'dini me na tregua? Jo, ine po jem të pununa me këta. Hani, hajde Unë jam 5 baba. minuta, ti kom po të nxjerri pushim, ti do të më falenderu? Jo, Thot, në shko ka ti falenderu, foli. moderni të momin. Hajde shpejt tregona diçka për fshatin Bukosh. A është i banuar? A e kanë lënë hiç fshatin? Ka një pjesë e madhe këtu, ka, su këtë fshatën ati janë një levizje kështu të më thonë, një Fshati është bukur i madh. po e bukur kështu. Edhe ju lumt se cili kishit shtëpitë e bukura o burret. Po, këtë janë kështu, një pjesë është jashtë, një pjesë ka, do më thonë, ka shkollune, ka këtë ato. A njihni me të gjithë këto? Po gjithë i jetojnë këtu, ata shka njëm këtu, jemi kujshi, jemi, raportet janë të mira, gjithë e qojnë mirë në veti që të që. Shumë mirë. Unë ju dëshiroj punë të palodhshme, ishte shumë kënaqësi. Kaloshin mirë Miru pofshim, me të mira. I nderuam, të përshëndes. Faleminderit për kohën. Punë të mbarë. Fshat shumë interesant, fshat shumë i bukur. Shimi të ju afru bjeshkve. Këtë është problemi i gjithë njerëzit se që veç të punujen, edhe këtë në bërë dikosh po shihet të punu. As po i pengojmë se me siguri jenë kështë punëtor në i firmë. Qërë që të hije i kemi që tash momentalisht prej pembe, arra, ashtë arë që ke po. Se sa nëzet është sot, problem kemi me pas, po ju mësum në i të shvet, problem kemi me pas me gjithë banor. Banor, ku jeni? Jem të e po një natyrë shumë të bukur. Pamja është ekstreme mirë. Qa po qesh? Qka po qesh? Ondi ka po shkojmë? A, në këtë rrugica në kënej? Drejt. Hajde, vazhdojmë drejt. Liman Regjepi, rruga. Rruga Liman Regjepi. Thotë në këtë fshat, asë edhe një ndërtim jo të mirë nuk e pash. Nuk po di qka me komentu fshatin për derisa nuk po takoj banor, edhe mi pyet e me më tregu. Kisha pas dëshirë shumë e ditë historinë e fshatit, ndonjë karakteristikë, si i ka mbet emri Bukurosh. Për një me ma mirë një pas laun emrin Bukurosh, sa fshati me të vërtet që ka i bukur. Një lopjem të e pa. E kullotur. Këtë
Ata më duket në përgjithësi mirën me biznese, kanë firma të ndryshme, edhe problemi është me i takuna sot. Por që e rëndësishme është shatin me pa, po mi do i keni pa tjetër, si nga poshtë, ashtu edhe nga lartë me dranë, gjithë shka ka me qenë e pranishme. Do thotë këtu nuk mungojnë asë edhe një herë, edhe nëse nuk takojnë banor, vëllë keni qeshën i Dorontinën. Për i fillimit të fshatit. Dhe Dorontina s'po din ma çka me fol. Shumë i qitë është fshati. Shumë i qitë. Sa rrugë të rrugicat i paska e nësishme mos me pas qenë, me na dojnë në një rrugë. Për tjirat kreti të i kalujmë disi. Unë dy bre, apo t'len të mbri sa shumë fshati si mu. Shumë i bukur, o zot. Që kur më kanë thirrë në Bokash, e hajtë në Bokash, sa bukur është. Po që i erdhë momenti më ardhë dhe në Bokash, po të shadha se ja kemi qëllu ditën, po që ti besh. Po dhe vikindit, si jem në punë. Po ne takojmë. Mjeti marak shumë e taku që djallin që më tha, po që ditë e shpinë, vëlla. Rrugëve të Bukoshit, unë e trishtuar duke begjërime të emisionit, na. E ditë na ka jemi ardhë. Kemi humbur në fshatin Bukosh, po fshati pas ka shumë rrugica. Jem të një dëgju dhe disa traktora. Po në turë, o vëlla, shikoj shtëpit se cila ma e bukur se tjetra. Fshati me siguri duhet me qenë i banuar, po besoj, edhe po mendoj. Por që është edhe në zetë, tash njerëzit janë edhe në përpuna, veç nëse e kemi fatin aty rastësisht me taku dike, për ndryshe, në shpeset s'po provojmë me ju hy njerëzve, Amo, është për keqardhje nëse në fshatin Bukosh nuk ka ma shumë të intervistuar për shkak se fshati është shumë i madh, edhe pas kam për çka me fol. Kështu që me dëshirë, inshallah po takojmë banor. Banor, ku jeni? Që e kje pomja sa e bukur. Duket, deri me tash, a i mi komin e i fshat matë madhë se kë? Se ti pse, fshati më i madh deri me tash po më duket. Shti që tash më kanë pështjellë krejt fshatrat, më kanë bo njejt, por që në Soharek, paten thonë që për cilin fshat mushti ishtim, kanë thonë duket është ma i madhi. Atje ende s'jemi konë, po shumë shpejt, natyrisht që atje do jemi shumë shpejt. Kujdes, e ki një ndërpërirse, ose për ndryshe polici vdekur. Qa e kanë këtë pisën? Po. Një qesh me onde pas kem këtë, apo e bëjmë një shkeputje të pak të t'i pastroj dur të fladitën pak. Një hajt me kamirë. Edhe ondi po pritan me ndollë kamiren, u mësu me mu, mos me ndollë kur. Kam para, po këta kot nuk po i hopin bunort. S'ka uj. Pse nuk ka uj, në siguri e kanë dollë se e kanë ditë që vijone. Apo po shojmë pak, as po shojmë. Vesh të shoh çka është kjo pjesa këtë çka po shkruan. Lavdi dëshmorëve, qenë kanë dikon 2, 4, 6, 7 dëshmorë. Lavdi e kom cek për të disatën herë, në çdo fshat thuje se kontributi ka qenë, po dihet. Lavdi krejt dëshmorëve, anë në banë Kosovës, falë tyre, ne e gëzojmë lirim. Por në çdo herë thamë edhe lavdi familjarëve, për shkak se edhe për kondër që e në thy, në brëndësi,
Kanë arrit me marrë vetën me u ngrit përsëri dhe jeta vazhdon. Jeta vazhdon se nuk e... po ndëgjohet një që keq. Nuk i se t'ja besh ndryshe, po vazhdojmë në atë rrugicën andej miqtë e mi, një rrugicë e pot, e përfundova. Nuk kam çka mo, nuk takova as edhe një banor. Rrugica e dytë, po fillojmë. Hajde. Tash fillon kultura, respekti, se tani kur t'i bën do vjetë sa dush nuk merr vesh. Kjo do të me konë me siguri diçka, naj ordinancë. Po duket ashtë në bazë dritareve. Ja pra me që të mi shihet krit fshati, ajo pjesa atje, me siguri është në ndonjë fshat tjetër. Para me ndo kur shkojmë atje edhe kur t'ja u bëj prej largu. Ma e bjeshke, përshëndetje miqtë e mi! A e ke po ondin fakta, a e ke vrejt kur jem kështë në lartësi, se mendoj që nuk po dëgjohet zoni. Kur po publikohet emisioni, vesh po mi mojt kështu vesh, çfarë zoni. Hajde miqtë e mi. Valloj gjëna gjithë këtë rukëti me bo, edhe mos me taku banor. Po m'vjen gjëna fillimisht prej vetës. Mandej po ndina keq edhe juve, s'po kam qka me ju tregu, por që nuk është fajem ju jeni të e pa, me gjdo rogicë po shkoj. Faktin po shpresoj kemi kop shtepit e mërgjimtarve, ata cilët më kanë shu se me emra me mbro, nuk i di, sa njëri më shkron, s'ka shans me i dit, por që i kujt në është i pa jakop shtepin se kemi lonë, që sa e bukur kjo pjesë. Bukushi më ka lonë shumë mbresa. Veç qka, që është e? Ku më kryti dashet? Jo, mërë s'keshtu e po këto, kjo brësi si gusa, qka është si shota, zdi qa më dëkë. Shtepi nga copsa diamanti e ndërtume, po një mdore, sa e bukur edhe kjo. Për mirë, ju lumt, vërtet ju lumt. Halal ju qoftë, shati shumë i bukur. Veç, e meta këti fshati është se nuk po takoj njerëz. Param. E tash miqtë e mi ndodhemi në një ambient të bukur të një familje në fshatin Bukosh. Këtu pranë kam një banor të fshatit Bukosh. Fillimisht faleminderit për kohën. Falenderoj edhe juve, ju përshëndes, stafin e juj. Më vjen mirë që keni ardhur. Shkënaqësi jona. Të kënaqësi edhe jone është. Nuk do të flas fort shumë gat, se edhe ju s'ni bëni ba kisa në bëni. Ja, sa për ata në 3 orë të mojnë intervistë. Pak hajgore. Fillimisht po më intereson çka e veçon fshatin Bukosh. Fshati Bukosh një mas fori, do të thënë e ka dhe emrin e mirë. Do nuk ka emrin as ku disa që nuk e dini vetë çfarë do të thonë e ka. Fshati e ka emrin Bukosh. Haj tregona. Emri Bukosh do të thonë bukën kosh. Dhe përpara bukë për me hangër kanë pasën vetëm me misë. Dhe unë ju kanë shumë rrallë. Që konë rrallë, po edhe është bon fashtë, se s'kanë pasën ble. Një artificial hajë. Bukurina. Kemi edhe natyrën e mirë, kemi malet. Gjithë një malet tani ku janë, gjithë malet. S'ka fjallë. Kemi malet, kemi fushën, kemi shkollën, kemi abullantën. Qerdhen e kemi, edhe qerdhen e kemi. Mangësi, po du me thonë, mangësia ma madhe, kryesore që të tjenë, në gjatë këtë qymi televizor, qymi, shka po morë me pe? Shtines. Mangësia ma madhe që ajo. Do të kemi ata në regl, në s'kem qare pa u konë regl. Bukosh, dhe që është Bukosh një që ka teritorin e vetë, po kemi edhe bjeshkën. Bjeshk kemi. Bjeshka Bukoshit, është Bukoshi 1, Bukoshi 2 këto. Atëherë, kanë pas, për mi që gjonë vere që kanë që 4 muaj atje.
E dinit këtu. Sa I përket bjeshkëve, po du mu ndal, a ka diçka aty që ja vlen me cek apo janë vetëm bjeshkë? Veç bjeshk. Që të një stan, e lexova në tabel, kemi sigurt as nuk ja kam idenë fare se ka ndodhet. Ka stane, bjeshk, po nuk ka shumë, për para në konë 150 familja ka pasë fshati, para lufte. Që ta fshat fillohet veç për luftës. Para lufte në konë qasë. E kanë dalë gati 21 stanë mas pak 22, 24, 5 stane. Kanë dalë bjeshk me gjonë. Se kanë pasë gjonë krejt. Sot nuk del asnjë. Me gjonë kërkush. E stane ka. Shkojnë për qef, me nejtë një javë, 2, 3, sikur që po shkojnë për vallë. Bjeshka jo në shumë e mirë, po foli për bjeshk tash një. Se I ka edhe e ka 3 rrëma, sikur rrëma për vallës. Domthonë ka ditit zi, e ka të Shkupit, edhe Adriatiku. Domthonë 3 rrëma e ka dhe bjeshka jo. Ujtë e ka, nuk ka ujë më të mirë, kënë nuk ka se bjeshka jo. Tash po zbritëm prej bjeshkëve dhe po I Po, futem fshatit, po kthehemi këtë në fshat. Me traktor. A I të e paramenduar me traktor Me ka traktor, dalë? Hajde. Fshati, sa është I banuar? Fshati para lufte I ka pas 150 familje, sot I ka shtëpia, po foli, familje, përmi 300, gati 400 që dy ka vytë bankiteti ka. Po që banojnë, jemi aqë sa mi konë para lufte. E kanë dalë, kanë shku jashtë. E pelqenë jashtë, po I pjë doket ma mirë, o ma mirë nuk e diju, në? Çka mendon pse është boshatis fshati, pse e kanë braktis? Kjo pjesë. Do shta 50% e kanë braktis, a? 50 që jashtë. Jo të na, po çdo fshat e ka 50 e ka. Ju këtë dohë ma mirë se për lypin sigurimin. Sa siguri ki sot në Kosovë? Nuk ka sigurimi që shdohet. Në e patëm një luft, që në atë luft kanë mojti me shumë popli që dhe të kenë parimet më dhaja, dhe të ka zhvillimet më dhaja. As parim, as zhvillimet, jo qësh duhet në konë. Se varet për tjere. E atyne, ku jeni ju për Shqistinë. Çka mendon fokusi është largu pak prej fshatrave sa I përket pjesës të komunës? Për shembull këtu në Bukosh, sa shpesh keni vizita nga ana e komunës? Mi apo hallet dirtet, apo keni me hangra, me pija? Komunës është këtu. Kryqësia fshatit ka drejt 2 herë në javë me shku kur duan në komunë. Ka drejt. Edhe lyp. Unë si komunën muj me thonë që është ma përparimtare në Kosovë gati. Që e ke një zonin, kryetarit komunës, është I mirë. Balia është, po. Kanë lavdu shumë. Ka punu edhe shumë, shkon në për fshatit pak diçka, që tash në momenti me telefon e vje. Po, gjithandej ai është Shkon. Po dhe shkaj kemi për jasishën edhe të tjetë janë të mirë. Nuk po thamë veç ky, po dhe tjetë janë të mirë krejt. Kanë punua, me punu ka nevoj hala, mas shumë të që kemi nevoj, kemi që thashë në pas, mas paj, që jemi në regull nër veti. Si jemi qartafellu, mos jemi të prisht nër veti, mos këshyemi shtremt, mos folmi keq për shoqin. Thuhet një fjalë, arim ka një vend, po atëherë ku ishe 2 vetë, që veç detet e veta I folin. Jo të hujat për tretin. Se tojna që ha bukën e vetë, bën gallin e vetë, ajo është I meqëm. A që ha bukën e vetë, bën gallin e huj, shumë bukur e ke thonë, po m'pëlqen, se pajtohem e plotësisht me po juve. që ashtu prona. Tash po m'intereson fiset si janë. Jeni një fis apo shumë fise? Jo nuk jemi një fis, jemi 2 fise. Kemi krasniq edhe sopë. Sopa o dege morinës, po jemi sopë. Sopë kemi është ma shumë, krasniq ka ma pak. Kesh në veti nuk shkojmë kur. Po I bëni martesat? Tash kemi fillu martesa me bo, 2 kemi, nuk kemi pas të tash kur, hiq. Tash kemi, e pelqejnë trit, pëtojnë aty ku na duket mirë, e dojmë atë vend, atë sen. Aty ku nuk është mirë, se dirta Zoti. Me që e keni drejten me u martu pse ju? S'po besoj që çam pesh diçka. Unë e thash këtë fjallë që trit pe pelqejnë. Po çka është e mirë, inshallah hinë gjep temi. Çka është e keqe në shkoftë aty gjetit? Kështu.
me pëlqen. Nuk është e mirë, po me pëlqen se para nuk janë martu në veti se janë konë pak shtëpi. Që ato shtëpi ku e kanë bo një dasëm, e kanë bo bashkë. Që ose nuk martohen në veti, nuk janë frigu as për shoqësor. Janë konë si një familje gati. Rini sa kam betë këtë fshat? Rini është e dopt shumë tash. Para kemi pasë rini shumë, është rini në ka ikë. Shumë ka ikë, jo pak, po shumë. Po prej aty në familje për shembull që kanë ikë, por që janë rikthy përsëri në fshat? Nuk kemi hala që janë këthyje, po për me deshtë më këthyje, e ta flas një fjallë, sa të ngëje. Kur ka punu balkoni, sa arekës, zemanin e kanë shuë 1000 mark e kanë dhonë me hinë Balkan punë. Sot në Balkan nuk merë 1 muaj, 2, disa nuk merë rogë. Që të kumë një, nuk di, po më dohet që është. 1000 mark kanë dhonë me hinë Balkan. Ka pas fajt dikush tjetër, në që ba një mirë, ju në edhe shaj ka dele dhe shaj ka të mirë, ju në mirë. Zëtë shpia i mirë, e kjo është i zëtë i shpis, është i mirë për prajmëtar edhe e shpi s'ka qarë po konë i mirë. Edhe një pyetje për fund, jetesa para lufte apo pas lufte me mirë në fshatin Bukosh, edhe diferencimi ose dallimi, ju personalisht që shenin këtë fshat, se po besoj ju jeni lindur mi rritëm edhe s'keni lëviz. Dhe një hepje to. Jetesa para lufte ma e mirë, apo mbas lufte? Jo, A e shen do një diferencim? Është dallimi i Çka madh. shen? Dallimi është shumë i madh, para lufte dhe mas lufte. Se para lufte nuk kemi pas zhvillim hiç. Para lufte nuk kemi pasën rrugë. Para lufte nuk kemi pas dasene. Nuk kemi pas. I kemi tash. Po qysh është deshtë më konën, ky vend nuk është. Deshtë më konë ma zhvillum, deshtë më konë ma përpara, ma i mirë. Tash shpikër nuk shef pa lyne, pa se i kiket të mira. S'po shoh diçka që i mungon fshatit është bukur i zhvilluar. Ndoshta që mbjen me pa shumë fshatra, kjo më ka duk shumë i bukur. Nalë ka mberë, mu me fol pak ma sa. Atëherë unë ju falenderoj, ishte shumë kënaqësi. Dhe imi të dhe të mija mërdi ju. Që juve shumë. Zetarët janë, që me thonë, fillimi i çdo populli, për shka të dush. Ishtu edhe mbarimi. Ju një ata që i ngrit një të mirën, edhe ngrit një dhe të gryqen. Edhe e ki që i ka të benefitet e veta. Si ja, o shumë zonë me pa hajen. Por që doli në pa e kisha E fjallin. që ashtu, atë mirës, jashtë e gjithë kush. Miqtë e mi, e bëjmë një shkeputje, rikthehemi përsëri tek fshati. Miqtë e mi, tashmë si që dini jemi në shtator dhe është koha e turqijave. Unë ndodhem ende në këtë obor të kësaj familje të mrekullueshme. I kuptoj gjithsesi që nuk donin të prononcojmë para kamerës, por që e kam një publik prapa kamerës, po i përshëndes, të paktën turqijat, po ja u shti, tani kur të vinë, vi i marrë teglat. Pjesa që më takon, mundi jam. Ashtë ashtë? Erdhem edhe në uborin e shkollës fillore këtu në fshatin Bukosh. E mira e kësaj është se në një ubor i kanë të gjitha elementet bazë që i duhen një fshati, duke fillun nga shtëpia shëndetit. Pastaj është qerdhja, nga informacionet që mi dhanë prapa kamerës, kjo qerdhe para lufte ka qenë shkollë, por që tani shfrytëzohet qerdhe. Po më pëlqen ideja se në disa fshatra kanë po objekte cilat i lojnë ashtu dëboshatisme, por që kjo po shfrytëzohet për qerdhe. Më pastaj, shkojmë palestra sportive ndërtim e sipër, ju lumt. Do thotë punimet janë duke u bërë. Hajde po shkojmë drejt shkollës, por para se me u fut tek objekti i shkollës, një banor më ka tregu që pikërisht në këtë obor ka ndodhur një masakër e kopshme.
Pra nga forcat serbe, 25 teren, 25 në këtë borë i kanë po shkatu. Trupi po mërqethet, ka po tregoj, por nuk po mundem edhe me tregu që kanë tregoj banori, do thot ishte e tmerrshme. Paka shumë e dim krejtë se çka ka ndodhur, është edhe lapidori me emrat e terenve. Kjo piktura siç po e shihni, e kanë vendos në mënyrë që fëmija mos me i pa shenjat e plumbave. Piktura simbolizon ca lule dhe pëllumbi siç e dim është simbol i paqes. Njerëz pafajshëm jenë po shkatu, pra jenë rëndit mund këtë pjesë ku ndodhem, edhe i kanë po shkatu nga kjo anë këtë. Lavdi të rëndve, lavdi është shumë e vështirë me komentumit shtemi, për shkak se të kthen pak në kohë, por edhe nga ajo që ka me tregoj banori ka qenë të mërshme. Une po mundohem në pika të shkurta me ju tregu. Lavdi krejt i ranve. Jemi fare në fund saj përket fshatit Bukosh. Pra këtu është fundi fshatit Bukosh, por para se me u përshëndet me juve, jem të e pa një pjesë shumë të bukur të fshatit ku edhe ndodhet një restorant. Ne po shkojmë po im për brenda, po i përshëndesëm edhe po marrëm ca informacione për fshatin. Nëse dinë me na tregu sa bukur është obori i ndërtuar, fokus on dit lutem gjithandej. Ai zoti shpis. Përshëndetje! Afërsisht kemi nisë që 6 vite, njërë graduale, në shku që 3 muje kemi lëshu si restorant familjar, një farloj agroturizmi në fshatin Bukosh. Po, sa i përket klientelës, apo mundet me gjetë me qenë se jeni bukur në një pjesë kështu? Është një farë pjesë e msheft mes 3 fshatnave, po është mirë, shenjëzimet janë në rrugë, po, kem klientel të jashtit më shumë se sa pjesës tonë këtu ku jenë. Ideja si lindi edhe po më pëlqen. Ja o kone imja dhe një punëtori të që punojmë bashkë, edhe kemi bo këtë pjesë këtu. Ka qenë e kushtueshme? Ka qenë e kushtueshme, po shumica e punëve këtu që janë bo me reciklim, me ato të shka po, koptaj e qartë. Jo të reja, jo të kushtueshme. Po, do thotë se ashtu mbetje i keni... Po, i kemi bo një farloj reciklimi edhe kemi bo punën e kësaj. Shumë. Dhe mishtini e jetët këshërë qenë një duri, si normal. Pas këtë edhe moca, qenë ti kështë shumë pështirë. Jo. Me nëzim lanë me pullë. E tash fshati Bukosh. Si njihet si fshat? Për çka njihet? Fshati Bukosh, une jam prej fshatit Budakov. Gradualisht. Kam përfundu Budakovën s'pas kam punë. Po, për ndrysh jam prej fshatit Budakov, po këtu e rok pjesa e fshatit Bukosh. Realisht une këtu në Bukosh jam prit shumë mirë. Edhe nga banorët edhe nga gjithë tjertë jam prit shumë mirë edhe e kam rrugën që kalej në për fshatin Bukosh, domethënë komplet punën që kam bo me fshatin Bukosh edhe kam kalu shumë mirë. Janë një fshat besnik, janë një fshat i mirë, janë një fshat që kanë dhënë edhe për luftën, edhe për paqen, edhe prap japin për shtetin tonë. Përdërisa ideja ka qenë e mirë, pse mos më qenë edhe mbështetje nga anë e banorëve të fshatit Bukosh. Po, ashtu, mbështetje të paktën bile morale e kemi pasur nga fshati këtu. Po, sa i përket klientave, keni më shumë tash të fshatit Bukosh apo dhe Budakov, me që jeni banori Budakovës edhe ju njohin pak a shumë? Klientat janë më shumë të fshatnave për rreth edhe të largësive, për shembull ka prej Mitrovice, prej Peje, prej Prishtinë, ka ndryshëm. Po, keni ndonjë ide kështë me zgjeru me bo diçka më ekstra? Po, kem ide për me bo edhe pishinat vogla, edhe disa vikendica të vogla, edhe gjona tjera që kanë më bo më shumë të ardhme. Mbi gjitha fshati Bukosh ishte shumë i bukur, edhe kjo çërshia mbitur. Faleminderit shumë. Unë po ju falenderoj për kohën, s'po ju marr kohë më shumë që nuk jeni banori Bukoshit, edhe faleminderit shumë. S'po besoj që dhe më na dhaj informacione të sakta. Jo, faleminderit. Ishte shumë kraci. Faleminderit. Faleminderit shumë.
Miqtë e mi, unë po du me e bë mbyllën këtë pjesë, a më lejohet? Po qysh së më lejohet. Hajde shkojmë. Se nuk mundem pa unë gjitë edhe në këtë pjesën, këto është një pjesë shumë e bukur, është një ndërtim unik. Me hongër këtu një darkë me familje. Qa është krejta? Hajde. Miqtë e mi, kjo ishte gjithë asaj përket fshatit Bukosh, që ka mund dhe me thonë në radhët e parë, përveç pozitës gjeografike cilën e kishte fshati, e kishte pas tërtin nivel, fshati ishte i bukur, edhe me pozitë, me shtrirje bukur të madhe, e kalon një ditë shumë të mirë, me aq banor, sa takuam, ishin shumë të mirë, na preten mirë, normalisht në këtë kohë janë edhe në përpuna, e kuptojmë, por me ata pak çka i takum, e kalon një ditë shumë të bukur. Unë ju përshëndes, ju falenderoj për kohën, kjo ishte e tëra, ne do shifemi në një fshat tjetër. Deri atëherë, mirë mbetëshi!